Mirë, dhe kthehemi dhe flasim sërish për 21 janarin. Brisida, paradoksalisht 15 vite më vonë, kemi të njëjtën dosje, kemi të njëjtët the usual suspects, pra kemi të njëjtët dyshuar, por kemi të njëjtin prokuror. Pra, zoti Dumani, mos gaboj Karamuçi ka qenë prokuror në apel apo jo? Po nuk është pjesë e kësaj dosje. Është vetëm zoti Sheu. Në deklarimin zyrtar vetëm zoti Sheu. Unë e di që është edhe zoti Biles edhe para 10 minutash kam kontaktuar që ta marr vesh të sakt. Si bashkëfirmës e zotit Dumani. Po që si bashkëfirmë. Gjithë veprimet po i bën zoti Sheu. Jo për Alex Nikën, Është edhe jo për Alex Nikën. Për Alex Nikën është çështje re dhe prokuror të rinj. Për çështjen po, unë e di si ju që ka qenë pjesë në apel. Ka qenë apel, po. Ka qenë përfaqësuesi prokurorisë. Dhe me sa diun dhe me sa mbanon. Ideja çfarë ndryshon kësaj radhe? Po, ndryshon komplet. Pra thashë në fillim që Strasburgu ja ka qëruar aq mirë situatën, ju ka thënë është krim shtetëror, i ka pozicionuar, i detyroi se këta çështja vajte në gjykatë lartë dhe ata prapë kthyen prokurori të Tiranës. Ndërkohë Spaku Biles ka pasur mbrojtës prokurorin që është tani për 21 janarin. Dhe i ka rënë pa ati prokurori dhe tani nuk ka më asgjë tjetër veç se të kenë kurajon që me sa shikojnë e kanë për të mbledhur provat e për t'i thënë hapur. Unë di që edhe përpara se të vinte zyrtari i lartë amerikan, ka pasur shumë persona që janë marrë për 21 janarin, që janë pyetur, por nga që nuk njihesh nga mediat, nuk është se janë identifikuar të gjithë. Nuk e di për zotin Malaj, për Agron Malaj që tani është deputet i Partisë Socialiste, i cili edhe nga fjalët e zotit Veliaj u tha që po bëhet deputet që të shpëtoj nga 21 janari, nuk e di a është pyetur apo jo, sepse pavarësisht se Partia Socialiste thotë që nuk ka qenë fajtor. Malaj ka qenë, po nuk e di a ka qenë. Ka qenë Agron Malaj ka qenë kryetari i grupit të zjarrit. Po, është thirrur një herë. Po, më duket e kam parë që është e kujtoj që është thirrur një herë në SPAK. Prandaj po them që Spaku në fakt gjithë këto kohë ka punuar në mënyrë shumë të konservuar, shumë të tërhequr. Prandaj them që mund të kemi surpriza brenda dhjetorit për të dalë brenda biles javës së parë dhjetorit për të dalë me datës 18 kur zoti Dumani lë detyrën. Jam e bindur që jo vetëm për 20 janarin, por edhe për çështje tjera do kemi goxha të reja. Dhe këtu dalim te fusha e preferuar e Romit, që i do të gjithë në burg. Jo, unë të i doj edhe më keq, po pak në minimumi në burg. Dhe unë mendoj që kjo çështje duhet na vërë për para detyrimit, a kemi nevojë ta thellojmë reformën apo jo. Me 10 herë kam thonë, nuk mund të kemi reformë nëse vendimet e padrejta nuk do të zhbëhen. Pra ne kemi nxjerrë jashtë sistemit, po jo tamam, se i kemi edhe në parlament. Pavarësisht ka surprizu njëri për tyre se është njeriu më i saktë që flet në parlament, paktën më me etik. Zoti Ndoja. Po, realisht. E vërtetë është. Si parlamentar është njëshi atjerë, por dhe në fund fare, le ta themi, nuk e ka mandatin për Sali Berishës. Nuk ishte në listë sigurt që ishte ish gjykatës e tjerë. Unë mundohem që t'jap minimumin e hakut se e meriton. I ka dhënë një leksion atyre të vetë atyre që ka përballë. Tani, këta persona të cilët shumica atyre nuk është se ka bërë qoka thjesht për mirësi, se dakor gjithë jemi të lidhur, shqiptarët janë shokë e miq pjesën më madhe, apo mund të jetë armiq, se jemi në një vend vogël dhe kemi prap konflikt interesi, por kanë pasur përfitime dhe pasuritë pa justifikuar dhe këta kanë konsumuar para syve tanë. Ne i njohim njerëzit, domethënë. Ata mendojnë se nuk duken, por ne i njohim. Zëre se jemi Big Brother këtu. Tani ti e dënon këtë se ky duke shfrytzuar punën e tij, ka shpërdoruar punën e tij, ka bërë korrupsion me punën e tij, pra është ndikuar në vendime gjyqësore që ka dhënë, ai prokurori aty ku ka qenë, policia aty ku ka qenë, doganieri e tjerë, por këto vendime gjyqësore nuk zhbëhen. Në një kohë që ne kemi pasur raste, pavarësisht që ka qenë çik makabër, janë zhbërë vendimet e Papa Formosës, edhe zhvarosur ai dhe janë prerë 3 gishat me cilën ka vënë dhe firmat. Pse, kanë menduar që ai ka qenë i padevotshëm për dhënë të vendime. Ajo është rast unikal fakt që u zhvaros, u ul në karrige si kufon. Po, i bën dhe i dhjak si avokat, po, i bën dhe procedurën. Dhe e dënuan dhe të vdekur. Po, tani, unë marr precedentin. Këto vendime duhet zhbëhen. Atë që thotë Ervini, që si ka mundësi ta quajmë gjykuar, por sa gjyqe kam marrë pjesë unë, që gjykatësit i kanë mbyllur çështje për Berisha apo për i tjetër, nuk janë më sistem, apo prokurorët.
Tani, ne duhet i lëmë të vendime, njerëzit duan, fund duan drejtësit, ti dënon atë që ka bërë vendimin, po jo vendimin dhe pasojt e ti. Po nuk është bërë të vendim. Dhe në fakt, kjo është një debat që u hapet në kohën e reformës drejtësisë, që për sa kohë ti shkarkon një gjykatës, se i thua për 3, 4, 5 procese gjyqësore, ti e ke marrë vendimin pa drejt, automatikisht dhe procesi duhet shpallet nul. Tani, qa shohë unë të rast? Pra, ka që thotë Karamushi, kur ti i ke shkarku 9 nga 13 gjykatës, 11 gjykatësit, e të gjithë proceseve të 1 janarit, automatikisht dhe procesi duhet shpallet nul. Besoj se duhet do vim një ditë, po pse të shkojmë sa më shpejt. Tani, një miku im, ish deputeti PS-s nga Amerika, më shkruan, i vodhën plumba tot nga mjek të spitalit të Sharak e tjerë, se ka që dhe mjek. Edhe kështu që serverit i bënde, se s'kam qysu nga afer, i bënde servis vlaj një ish ministri të Ramës, sot që ju plagose e jema në klavikur 1 janar, thot. Dhe kompania e vlaj titut ka bërë servisin serverit në atë kohë, thot, në kryeministri dhe ka bërë dhe një kopje, thot. Tani, unë po hedhë këta, që i shala... Pra e thoni, ka një kopje... Po pas ka kopje. Pra serveri është fshirë, pas ka... Prokurori Karanxhapak e ka thënë që është bërë një kopje. Ky zotëria thotë që e di kush dhe e ka bërë kopjen. S'mund të besohet e një... Sa thonë njerëzit privatisht, me siguria... Po vafshin edhe këta të Ramës sa para Berishës se meritojnë bileta, një s'mund besohet se janë këta të një. Me atë gjë, e lidhë me faktin që njerëzit dhe bëjnë si juristë. Po mirë, po fjalla ime nuk është më besueshme se fjalla e person. Faktikisht këtë të Romeo qëndronë se kemi një kopje në dispozicion dhe nuk po gjehet nga ka dalë. Atë njëri nga ka dalë, është si ka ku është sot. A e njëri nga Amerika ka qenë deputeti PS-s, a e tregon kush gjetur kopja. Edhe, shiko tani, po qa lidhe kanë këta? Këta janë më deputet se aji. A i po thot... Ne nuk do të për ta gjetur. A i po thot që eksiston një kopje... Po pse duhet ta bëjë unë dyshim? Është si vërtet ta maj spakut, i shkoj dhe unë... që bën njeri Romeo... Ndoshta e kam... Unë jam gati t'ikin nese, po të trasin, se ikin me qepa tje, edhe të shkojnë t'ja afrojnë dhe këtë. është bërë, ju se ka i në Amerikë, jo. Ta marri se mbi atë qështje, Rome, se ka që fushës gjëja, do ishte gjykuar. Romeo, ti po thua që ky personi thotë ty që e di personin që e ka kopjen e serverit. Ora, ai po ma thotë këtu, po më ndjek live që atje, nga Matano Oqeanit, në bregun Lindorës, e po ma thotë, edhe është një njeri që është përplasur me Berishën që në 77-ën, se më vinte, thotë Pietrofem, ma ka thonë, kam bisedat gjata, ky person, ai s'është është pro Berishës, ai është... Romeo, se pra ne thamë në prasë kundër. Romeo, dhe njëherë, që ta sjarëm, ky personi thotë që një i afërm i tij ka bërë serveri është bërë kopje, kështu thotë, dijenin e tij. Dhe ky e di kush e ka bërë kopjen. Po ky atë që ka dëgjuar, atë po më thot mua, atë që ka mbase. Dhe çfarë po thot konkretisht? Të po thotë, është shir serveri dhe një kopje e ka bërë thot vllai një ish ministri. Ta gjejnë kush është. Ta marrin ata, mos ta lënë pa e marrë. Po Karamushi ekstraktuar. Jo, edhe mu më shkruaj nga Amerika, ndiqet shumë në Amerikë, pa të përshikoj edhe unë. Jo, po jo për gjëra, jo për informacion. Për gjëra të tjera, po. Po interpretoj çka ka thonë Basha. Në kjo se e ka thonë kështu që ky person ne do të përgjigjim ata që do tentojnë të hyjnë, do marrin përgjigjen më të ashpër, do marrin më përgjigjen më të ashpër të mundshme ligjore. Me forcën e ligjit. Po pra, po, e ka lënë brenda kuadrit ligjit. Është kujdesur ta lërë brenda kuadrit ligjit. Kujdesën për ata. Tani, shiko, ka kaluar 15 vjet. Tani memoria ime është e fortë. Tani ne mendojmë. Po, memoria 52 vjeçare. Ne mendojmë që brenda erozionin e vet. Ne mendojmë që brenda zbatimit të ligjit nuk ka vepër penale. Kjo deklaratë e zotit Basha si ministri brendshëm është deklarata më e anashkaluar nga reagimet, siç e thash në real, edhe para 21 janarit. A mundet që kjo deklarat ti mos t'i ketë anashkaluar Spakut? Se ndoshta tash, unë e kujtoj... Spakut nuk i ka anashkaluar as libri i presidentit Topi, në të cilën janë dhënë disa detaje. Dhe zotë Berisha sot pak ju referua... Ato detaje, si që nën kuptohet, kanë gjëra të tjera në background, për cilat është folur, por në kuptimin letrara se ka dashur tot në atë libër nuk ka qenë i gatshëm për ta shprehur, mbase mund ta shprehë në një formë tjetër procedurale siç mund ta kërkojë Spaku këtë. Nëse e ka bërë këtë ose do ta bëjë në të ardhmen. Po edhe ajo është shumë sepse kryqëzon të dhëna
Me ato që thotë zoti Basha, me ato që thotë presidenti. Ajo të gjithë pjesa e dëmtimit të provave dhe të pengimit drejtësisë që kemi me i dënim minimal krahasim me këto dy vepra tjera penale, ajo provohet atje. Pra, pyetja që do t'i bëhet Bamir Topit dhe Ina Ramës, edhe atij prokurorit që ka dalë disa herë dhe provon që janë dëmtuar, janë vonuar thirrje atyre për të pyetur etj, të gjitha ato ta kanë ndarë mendjen, që thash edhe në parë. Më mirë po prishin provat dhe po dënohemi për shpërdorim detyre dhe prishje prova dhe pengim drejtësisë, sesa të dënohemi për vrasje. Tani unë mendoj që akuza për vrasje në rrethana cilësuese do provohet. Unë këtë ndjesi kam. Po sepse të mbrojtja ligjore, mbrojtja pas ligjit e atyre vrasjeve është pothuajse e pamundur. Pasi në asnjë rast qoftë i direkt, pasi nëse do të merr filmimet Koli, edhe në atë rast është shumë nga pamjet që janë publikuar, shumë e rëndësishme për të parë që nuk ka pasur gjuajtur brenda ligjit. Nuk ka pasur sulmim të drejt për të hyrë atje dhe po shkonin pastaj për leshje trup me pasojë të tjera. Ato moment kanë bërë një vrasje pikërisht momentin që po shuhej protesta dhe kjo vrasje del me atë që unë thash që nuk e përmendin tjerë, ka qenë një mesazh. Për mua ka qenë mesazh. Dhe ky është motivi. Ai mesazh për momentin po shuhej dhe tek njerëz të tjerë me duan xhepa, si është e Europa tani. Europa e ka parë që nuk mund të prevalojë karrika jote. Dhe qoftë institucioni dhe muret mbi të drejtën e protestës lirë, pavarësisht që ajo protesta ka pas dhun, por përgjigjja jote nuk ka qenë proporcionale. Nuk ishte protestë si të tjerat, pa diskutim. Dhe tani këta akoma, dhe pse ka kaluar kaq kohë, mbas 1 janarit, akoma nuk kanë rregulluar ligjin dhe për përdorimin e armëve të zjarrit raport me civilit. Pra, për forma tjera. Dhe ka lënë kështu këtë, me ato që në tjera. Vjen dorë vullnetit politik, pra një parti që nuk do përdorte kur dhunën mbi protestuesit, por keni drejt, duhet korrigjuar dhe proceduri ligjor. Dhe sot ne kemi një rënje komplet të një vrulli proteste. Nëse shqiptarët mund të ishin protesta për 1001 arsye, tani protestat janë vetëm politike, për arsye se në mënyrë të pavetdijshme frika është futur. Dhe njerëzit thonë, nuk bëjnë dallim, këta të vrasin. Po mi që të vrasin me njerëzit që i kanë rrugëve dhe i kanë kështu kriminal pa ligjësuar, po me në ndorë. Me thënë vërtet, njerëzit tonë o Romeo nuk thonë fare këtë që thuti. Sa ko del ai burri dhe i thret ato protestat poshtë vendit ku ka vrarë vetë njerëz, edhe demokratët më militant thonë, njerëz janë dhe ata dhe thonë, shi boll, na qitë protest për gjëra tjera, mos na qitë për hallet e tua. Mendimi im këtë tani. Protestu për nga për hallet e veta, doktori, jo të mirë. Jo më po thotë se të përmu, gjëtëni. Por vrasja këti është shkallën sipërore, se ka përdor shtetin. Po pra, pikërisht. Këtë po them, pra ka vrasje që ndodhin, po të cilat mundohet shteti të reagojë paktën si që vrasja Rina, si që... Në forma de jure. Por vrasja, do më tonë, ta bësh ti duke shfrytzuar strukturën shtet, e duke trajtu pushtetin si pronë dhe shtetin si pronë, bile edhe si atu të paprekshme... Kjo duhet përfundoj. Pikërisht për këtë mentalitet përfundoj. Nuk është i gjithë shteti, më falë, se nuk është i gjithë shteti që ka bërë krimin, është qeveria. Dhe kjo është caktuar fare mirë, se shteti janë gjykatat, janë shkollat, janë populli, janë etj. Kjo është vrasje nga qeveria, dhe vrasje nga qeveria, më falë të lutem. U po them për shtet organet ligjzbatuese. Kjo është vrasje nga qeveria, në oborrin e qeverisë nuk është një vrasje që është bërë, sa ashtu më ndodhi, më shpëtoj një gjë nga duart. Ajo është një vrasje e planifikuar, është një vrasje e pa planifikuar me ligj pa ligj, është një vrasje që dënohet me maksimumin e një... Unë mundohet jemi sakt si pas përcaktimit dhe Strasburgut. Vrasje shtetërore. Vrasje shtetërore nuk është... Vrasje shtetërore, thot, po ju... Po pa dash. Vrasje qeverisë. E thashëm më parë, po e them prapë, po keni kapur një moment shumë të bukur. Te e pami aty, po pra, të përgjimit, i cili me insistim për kërkohet nga në spagut që të bëhet ekspertimi, për të dali certifikuar që ka qenë original. Pse? Sepse ndryshimi është ky që ka pas 2 qëndrime në pak sekonda të ndryshuar nga vetë komandanti i gardës. Nga Andrea Prendi. Në momentin e parë, komandanti i gardës ju ka thënë të gjithëve urdhër, me të kaluar gardin, pra vë kusht, po s'kalove gardin, nuk qellohesh. Në fakt, mbas disa sekondash, ndron urdhrin dhe thot zjar, ku asnjë s'ishte futur në atë gardë. Pra, po dakor, vetëm që ka vetëm një problem me gjë prap.
Ajo me të kaluar gardin ishte urdhër politik. Si shtot Basha linat përpara. Po pra, në perimetrin e brendshëm. Në bazë të ligjit përdorimit armëve. S'kishte hyrë akoma njëri. Po pra. Edhe nëse ata do kalonin gardin. Për sa kohë nuk provohet rreziku eminent i jetës së gardistit, gardisti nuk mund ta përdorë armën mish. Ky ndryshim i beft, ka gjuajtur nga 33 metra larg. Ky ndryshim i beft i qëndrimit në urdhra që mbahen, pra njerëve kushtin kalimi gardit, pastaj thua zjar. Ku asnjë s'ishte futur në perimetër. Shikoj çfarë thotë. Pra vrasjet janë bërë në bulevard. Që kanë ngelur gjithë. Mjekët e parë thonë u vran nga afër. Në fakt janë bërë nga distanca. Pra duhet parë dhe ajo pjesë kur mjekët në turisni kanë firmosur ekspertizat e parë. Po pra, se këto po mi thotë e pasere, nga që ka qenë dje, një deri diku, e tjetër. Pra, këtu është prekur procesi, këtu është prek procesin gjitha pikat. Në atë godin, Romeo nuk ndodh, frym nuk merr njëri nëse nuk do të urdhëronte Sali Berisha. Jo, më gjithë shtevis merr të frym njëri në atë kohë. Shumë e shkurtër, lidhja është shumë e shkurtër, pse i bjem rrotull. Zotja sa shtëpia është ai, dhe ai ka thënë, padyshim, dhe vetëm çfarë thot ai bëj aty. Dhe vetëm çfarë tha, shiko, Sali Berisha ka bërë një gabim shumë të madh që shumë i sigurt. Që është shumë i sigurt në vrasje. Që është shumë i sigurt se ishte shumë i fuqishëm, më i fuqishëm se kur foli më pas. Jo, ai bëri një gabim shumë të madh që nuk sekuestroi Kufoma. Përderisa Kufomat janë që ka vdekur njerëz, nuk mund të mos gjykohet një vrasje qeveritare. Po ta kishte bërë atë njësoj si Remzi Hoxhën dhe si të tjera, do kishte shpëtuar. Tjetër shpëtim nuk ka. Veç se të sekuestron të Kufomat dhe të mos gjendërshin. Në gjithë legislacionin perëndimor të botës, përderisa ka një Kufom, ajo patjetër çdo. Nuk ka krim nëse s'ka Kufom. Po pikërisht. Mirë, ata e thonë, nuk ka, Sali Berisha nga budallogu. Mua më shqetëson shumë që askush nuk merret me ata që kanë zhdukur serverin. Se aty fillon krimi më makabër, aty fillon dhe mosdëshkimi. Këtë thoshte edhe Strasburgu, si ka serveri ka provuar, ka provat e krimit, të urdhrit. Dhe ata e kanë zhdukur, në këtë rast, nuk jam dakord me Romeo, ata nuk mund të dënohen vetëm për dëmtim provash. Ata duhet dëmtohen për fshehje vrasjes. Dhe fshehja vrasjes nuk është një lloj si të prishësh provat. Fshehja vrasjes është një pjesë mbrasje. Edhe kjo e servit është histori e përmendur e Berishës, edhe për Gërdecin të njëjtën histori kemi. Zhdukjen e servare të Ministrisë të Mbrojtjes dhe Ministrisë Drejtësisë. Domthonë, libra protokolli, servera, gjithçka këtu zhduket. Edhe kjo të gjitha, edhe e njëjta familje është që e gjeneron këtë lloj manipulimi dhe këtë lloj zhdukje prova. Mirë, se duhet ta mbyll, po shpresojmë që normalisht kjo dosje kthehet në një provë të fortë për drejtësinë, e cila kësaj radhe vetë ka rënë në grackën e asaj që quhet reformë. Dole si një prodhim reforme, tani duhet na aprovojnë se kjo reformë është e vërtetë. Na aprovojnë neve të parëve, po sigurisht dhe sponsorëve tyre ndërkombëtar. Në fund fare, reforma drejtësie erdhi se vetë politika nuk kishte forcë të vetë pastrohej. Tani ta shikojmë, nëse drejtësia e do të bëhet pjesë e lorave politike, ato do të bëhet pjesë e besimit publikut, besim cilin ne ja kemi dhënë që në ditën 0 të lindjes saj. Faleminderit Romeo, faleminderit Brisida, faleminderit Frok Karamuço. Kënaqësi të kisha në program. Risori kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë. Ka të dhëna nga ana e Spakut që ka prova të reja. Se çfarë janë këto prova, këto mbahen sekret, sigurisht është sekretet timorit tyre, që mund të ketë edhe në ndihmëtar që ka folur më shumë se herën e parë. Ky ritmi që ka marrë hetimi i 21 janarit nuk ka të bëjë vetëm me prezencën e përfaqësuesit të Shtetit Amerikan në Shqipëri, por ka të bëjë me limitet që ka zoti Dumani deri në mes të dhjetorit. Ndihmën më të madhe ka dhënë Strasburgu, e cila e ka definuar si vrasje shtetërore. Ç'do thotë vrasje shtetërore? Vrasje shtetërore nuk është rrezikuar vetëm Shqipëria. Me vrasje shtetërore ndjehet rrezikuar çdo qytetar perëndimor, çdo qytetar i botës. Është një gjë kur ti thua do zbatosh ligjin deri më 1 në rast se sulmohen godinat, si udhëheqës politik ose si një drejtues i një ministrie, siç është ajo e brendshme, qoftë edhe kryeministri etj. Tjetra është kur thua po u afruan vriti. Kjo e dyta për vepër penale. Këtu pikërisht kjo vi gjaku është vija kuqe edhe për shtetin shqiptar për drejtësinë. Pra nuk mund të flasim për drejtësinë tjera kur këtu kemi vi gjaku. Dhe do të shërbejë edhe për më pas.